Po, apropos kësaj, që tash po kaloj tek tema e komunikimit. Nuk guxoj me thonë në gjithë literaturën, por në shumicën e literaturës shkollore universitare, komunikimi tregohet veç gjysma. Tregohet veç komunikimi me tjerët. Pse në libra nuk flasin ose nuk na mësojnë që është tepër e rëndësishme komunikimi me veten, nuk mundesh me qenë mjeshtër i komunikimit në masën me të tjerët, nëse komunikimin me veten e ke cop-cop. Pse na kanë mshef, profesor, këtë vërtet? Jo se ka mshef, po nuk na kanë lënë me zhvillu. Nuk na kanë lënë me zhvillu, na nuk e njohim veten, që është problemi më i madh. 8 vjet shkollë fillore, 4 shkollë të mesme, 4 fakultet, 2 master, njatria 4 doktorat. Na e kena kriju një profil. Nëse analizojmë mirë atë profil, ajo është larg ose konflikt konstant me atë vetën tonë që se kemi lënë me zhvillu hiç. Ka mete pa zhvillume. Ja qatë pa zhvillumen, sikur dikush që e kena një farë sakati dikun, s'kena qep me qitë në ndritë. Sa ai mundet më na demolu, edhe mund me bulizu dikush, që kë... Me na hjek do yjet familjes mretnore, me thonë që ju e keni... Na kryem në farë profili, po ai lloj profili është shumë i mangëtor, sigur ti kur fol me një gjuhë të huj, e ki veç 500 fjalë. Edhe e ki shumë zor me shprej ekspresionin tonë të mërshëm. E ki shumë zor me shprej menimin tonë. Po ma let e ki me shprej menimin e tjetrit që e ke mësu. Sepse kjo është produkt i mësimit. Ti ke mësu një mendim. Po menimi yt, me atë mendimin që e ke mësu, nuk mund me qenë i njëjtë. Po nëse ti e shprej menimin tonë, jo ato që e ke mësu, ai më njerë ka me qenë i refuzum për tjerëve. Sepse menimi yt nuk mundet me qenë këtësisht i kundërt me ato që e ke lezu të Hegelin filozofi, për shembull, ose të Freudin psikoanalizë. Nuk është i njëjtë. Përvoja jote ose menimi yt mund me qenë këtë kundërt për aty. Po ti ke frikë si mund është ti me thonë, unë menoj që kjo nuk është qështu, unë menoj që kjo qartë, jeta është e tillë, si mund është me thonë që koncepti jem për Zotin, është këtë tjetër, unë e besoj Zot, po jo që shpo më thojnë këto librat fetare, apo këto që pëndëgjojmë në media, përpara në xhamia, po ku do qoftë. Se ti beson, ti ki nevoj me besu. Por, ashtu që ta kanë thonë ata, ti fillon me dyshu që kjo s'është, por që se dyshon, ti kanë me bo me gisht, të kanë me qytë atë si për para, në krishterizmin e hershëm, të kanë djekë të urdruve. Të gozhdu. Ose të kanë gozhdu. Sepse ti po menon ryshe. E po menon ryshe, në kupton, mu me pas fuqi mu bollëpaqu, me ata që menojnë që kjo ndryshe jotja mundet me sënu ato që ata e kanë mësu. Si aktorit kër janë ndrën regjisori mizanskenën. Një ditë para premierës. Edhe ai thotë ka dalë tash, unë e kom mësu që to pse po ma ndrën ti. Një ditë para premierës. Unë edhe një ditë para premierës jam drejt. Ma ke ndrua dhe mu, profesor, për sa ta e të gjithë. Sepse është proces. Që atë moment, po menoj që kjo është ma mirë edhe që ashtu duhet me shanë.